E konsideron vetën fajtore apo të pafajshme? Pafajshme. Pafajshme. E konsideroj vetën të pafajshme. Të pafajshme. E konsideron vetën fajtore apo të pafajshme? Jo, aspak. Pafajshme. Pafajshme. Mirë, mundin mull. Sa vetë, e të gjuta të akuzën që në lezoj prokurorin, e keni kuptu, keni nevoj për sqarime shtesë, Jo. e konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme? Pafajshme. Pafajshme. E konsideroni vetën fajtore apo të pafajshme për vetën penale që në akuzoheni? Mirë, Adita Bolaj për vetën penale marrje rëshvetit nga nimi 4-2 paragrafi 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës, ndërsa Flori Selimi e Dila Qupeva, Sabit Muzaqi dhe Vjot Zvishaj në bashkryerje dyshon për kryen e veprës penale të shpërdorimit të fizikës apo autoritetit zyrtar. A jeni e martuar? Jo. Fëmijë nuk keni. Jo. A punoni dikon? Tash për momentin jo. Ku keni punu? Në autoshkollë. Cilën? Alfabetin e. Gjendja juaj ekonomike e do të përmesme E një? do. Do s'ki dhe vojtë të më shumë shto. Ja për qërë në të njëftime. Dhe... A jeni e martume? Po. A keni fëmi? Po, të fëmi. E martuar në e 2 fëmijëve? A punoni dikon? Po, në Ministrinë e Infrastrukturës, po për momentin e bezullume. Okej. Çka keni të kryer në shkollës? Pedagogjin, shkollën, në fakultetin pedagogjik. Gjendja ekonomike e do e mesme e mirë, e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, farin vëllat e tjera personale. Këria emri vëllat, Zhymer. a jeni e martume? Po. A keni fëmijë? Po. Sa? 2 fëmijë. E martuar në e 2 fëmijëve, apo në një diku? Ministrinë e Infrastrukturës. Punon në Ministrinë e Tani e Infrastrukturës. përzullume. Punon? Tani e përzulluar. Çka keni të kryer me prej shkollës? Fakultetin ekonomik. Sot e kryer fakultetin ekonomik. Gjendja ekonomike e do të mesme e mirë, Mesatare. e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, Po. shtetase e Republikës Kosovës. Ka ne s'mundem mund. Sa vetë, emri babës, Sahet. emri nanës, Savije. be emri vajzrisë nanës, Behana. a jeni martuar, Po. a keni fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë. babaj 3 fëmijëve, Po. a punon në diku, Vetëm i përzulluar nga tash kohët e ku fundit. keni punu? Po, si patën shoferave Mitrovicë. Pak më me zoa, mundeni Një si patën shoferave në Mitrovicë. Tash e Okej. përzulluar. Çka keni të kryer për shkollës? Dhe qëlleri masinerisë. Inxhinieri Dhe qëlleri, shto, i masinerisë. Beqever. Gjendja ekonomike do të mesme Do dhe do. i gjendjes do ekonomike, shqiptar, Po, shtetas i Republikës Kosovës. Po. Mundës mund, sa vetë, ka drejt. Joc, emri babës, Binash, emri nanës, Nife, be emri vajzrisë nanës, Tishukaj, ti shukaj. A jeni martume, po, a keni fëmijë, po, 3 fëmijë. ku punoni, Ministrinë e Infrastrukturës, tani e përzulluar. puna, E përzulluar. çka keni të kryer për shkollës, Gjulla e letërsisë shqipe. fakultetin. Fakultetin. Gjendja ekonomike e do të mesme e E mirë, mes.
e gjendjes së mesme ekonomike shqiptare, shtetas e Republikës Kosovës. A mori dhe të njëftimin, po ke mundin e mu, jo? Keni drejt me pranu fajtësim për veprën penale për cilën akuzohen, keni drejt mos me pranu. Po ashtu mundin e mu deklaru lidhur me çështjen dhe mundin e mos mu deklaru. Nëse vendosni mu deklaru atë në pyetje caktuar me cilat mendoni që veten apo ndonjë anëtar të familjes së kriminonin vepër penale, mundin e mos mu përgjigj. Po ashtu mundin e mu mbrojt vet ose mendimin e avokatëve mbrojt sipas përzgjedhjes së. Po ashtu keni drejt me bo kundërshtim provave si dhe me paraqit kërkesë për vjedhjet e akatustës. A i kuptot këto drejta cilat të takojnë? Po? Okej. Prokuror, kur në lezën e akatustën. Ndërruar kryetar, të ndërruar avokat, pranishëm. Shoqëria Themlore në Prishtinë, Departamenti për Krim të Rënda me datë 3 tetor 2025 kanë vjetur aktus kundër të Pandere, Ardita Balej, Edila Çupeva, Floria Selimi, Sabrit Muzaçi dhe Vjollca Vishaj, sepse e Pandera, Ardita Balej me datë 19/05/2025, kreatori 11 në Prishtinë, në ambientet e oborrit të stacionit të autobusëve, përkatësisht në vetur. E Pandera Ardita Balej, duke pasur cilësinë e personit zyrtar, instruktor në autoshkollën AFA BC1, pas pretendimit për marrëveshje paraprake kinse me ekzamenin e caktuar nga MMPHI për zhvillimin e testit praktik ardit në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasore për veten, duke vepruar në kundërshtim me detyrat e saj zyrtare të përcaktuara në linjën 3 paragrafin 1.9 e ligjit për patent shefer dhe në linjën 31 të udhëzimit administrativ numër 19/2017 për instruktor shofer nga e dëmtuara Erza Vitia, kandidate për pajisje me patent shefer, ka marrë dobim pasore në shumën prej 200 euro me qëllim që të njëjtës të mundësohet kalimi i testit praktik të vozitjes nga ekzaminere pyetës dhe pasi që e dëmtuar kishte dhënë para dhe kaluar testin, e Pandera është larguar nga vendi i ngjarjes me çast duke qenë në masat e veçanta hetimore të Panderës nga policisë janë konfiskuar shuma e parave për 100 euro apo 2 kartë monedha nga 50 euro me numrat seri WN363514273 dhe UD 653894060. Me çka e Pandera e ka kryer veprën penale marrja e rishfetit nga linja 4.2 paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të Panderët, Floria Selimi, Edila Çupeva, Sabrit Muzaçi dhe Vjollca Vishaj. Nga data 01/04/2025 e deri me datën 29/04/2025 në Prishtinë dhe Obiliq, të Panderit, Edila Çupeva, Floria Selimi, Sabrit Muzaçi dhe Vjollca Vishaj, duke pasur cilësinë e personave zyrtar dhe kompetent pranë MMPHI, si dhe duke vepruar në bashkëhyrje, kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim të përfitimit të dobisë pasore për vete dhe për autoshkollën AFA BC1 në mënyrë që 1. E Pandera Floria Selimi, me datë 01/04/2025, rrethorë 18:40, duke qenë në cilësinë e inspektorës në departamentin e autoshkollave, me qëllim të mundësimit të licencimit të autoshkollës AFA BC1, pa plotësuar kushtet ligjore, duke vepruar me dashje dhe me dirëni në tejkalim të detyrave dhe kompetencave të saj ligjore, të përcaktuara me linjën 126 të ligjit për patent shefer, linjën 17 të rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Infrastrukturës, ligjet për procedurën e përgjithshme administrative, me qëllim të përfitimit të dobisë pasore për vete dhe për autoshkollën AFA BC1, ka zhvilluar komunikim fizik dhe nëpërmjet telefonit me nën kryetarin e komisionit për licencim, Taret Panderët Edila Çupeva, dhe ka komunikuar përmes telefonit duke u takuar në zyrën e autoshkollës pas pararet të rregullt të punës, me palën aplikuese Ardita Balej, si përfaqësuese e autoshkollës Racekor, me qëllim të plotësimit dhe përgatitjes së dokumentacionit për licencim, veprime këto të cilat i kanë paraprit procedurës së licencimit pa plotësuar kushtet ligjore nga ana e komisionit. Ndërsa, pas shkollimit të dregës dhe të Panderë tjerë me datë 04/04/2025 në restorantin California në Obiliq, si shpërblim që autoshkolla për licencohet, e Pandera me dashje dhe dirëni ka vepruar në kundërshtim me detyrat e saj zyrtare dhe në tejkalim të kompetencat e saj. Sërish takohet me datë 04/05/2025 rrethorë 16:03 pas orarit të punës me palën aplikuese Ardita Balej në zyrën e autoshkollës me çrast për pilot proces verbalin me shenjën 0004632, duke konstatuar në mënyrë fiktive mbylljen e veprimtarisë
lidhur me kërkesën e autoshkollës për mbylljen e veprimtarisë mbi arsjetimin e shpërnguljes jashtë vendit, ndërsa në realitet personat e njëjtë në vendin e njëjtë dhe lokalin e njëjtë regjistrohen dhe licencohen për të operuar me veprimtarinë e njëjtë, pra me shërbimet e autoshkollës, vetëm se autoshkolla tani merr emëri pra AFBCNI, duke pasur asnjë lidhje me arsjetimin për shpërngulje jashtë vendit. Veprim ky i panderës i ndërmarr me qëllim të mundësimit që autoshkolla AFBCNI të realizojë veprimtarinë e saj për gjenerimin e dobit pastorore. B. Të panderët Edila Çupeva, Sabit Muzaçi dhe Vjoca Visha. Me tarë 04/04/2025, duke qenë në cilësi të Komisionit për Shqyrtim dhe Vendosje, lidhur me kërkesat për licencim dhe ndrim të kushteve hapësinore të autoshkollave. Përkatësisht Edila Çupeva në pozitën e kryetarës, Sabit Muzaçi dhe Vjoca Vishaj në pozitën e anëtarëve të Komisionit. Në bashkëhyrje dhe me dashje kanë të kaluar kompetencat dhe detyrimet e tyre ligjore, të përcaktuara me ne 28 paragrafi 1.3 të rregullorat 16/2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Infrastrukturës. Me nenin 4, paragrafi 4, nenin 5, nenin 6, paragrafi 1, të ligjit për patent shofer, nenin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12, paragrafi 2, nenin 13, nenin 20, paragrafi 1 dhe 3 të udhëzimit administrativ 16/2023 për licencimin e autoshkollave, nenin 6 dhe 7 të ligjit për procedurën e procedurës administrative, me qëllim të përfitimet të dobisë pastorore për vete dhe për autoshkollën AFBCNI. Në atë mënyrë që fillimisht Edila Çupeva në mënyrë të vazhdueshme para dhe gjatë procedurës së aplikimit komunikon me palën aplikuese, tani të panderën Ardita Balaj dhe inspektorën departamentit të autoshkollave, tani të panderën Florije Selimi, ndërsa pas aplikimit zyrtar Edila Çupeva, Vjoca Vishaj dhe Sabit Muzaçi, duke vepruar në bashkëhyrje, marrin në shërbim aplikacione pa kompletuar për licencim të palës aplikuese autoshkolla AFBCNI, në kundërshtim me dispozitat e lartësira ligjore dhe me qëllim për të mundësuar dobi materiale apo pastorore vetës dhe autoshkollës në fjalë, konstatojnë pa të drejtë dhe në mënyrë fiktive në procesin verbalin për shqyrtim dhe verifikim të dokumentacionit dhe kushteve hapësinore se autoshkolla në fjalë plotëson të gjitha kushtet dhe kriteriumet ligjore për licencim të kategorisë B dhe C1, i cili procedurbar nënshkruhet gjatë kohës së dërkimit me palën aplikuese Ardita Balaj në restorantin California Nobilesh, së bashku edhe me Florije Selimin, i cili procedurbar i paraprit marrjen së vendimit të datës 04/04/2025 për aprovim të licencimit, me shenjat numër 3207 dhe 3208, me çast të panderit në kundërshtim me dispozitat ligjore. Me të njëjtën datë, numrat e licencave të licencës së panëshkruar zyrtarisht nga personi kompetent, pra sekretari i përgjithshëm i Ministrisë, i japin autoshkollës në fjalë, me qëllim që autoshkolla AFBCNI të gjenerojë dobi pastorore pa plotësuar kushtet dhe kriteriumet ligjore për licencim, dhe me licencë ende të panëshkruar zyrtarisht siç parashihet me dispozitat e lartësira ligjore, e cila licencë nga autoshkolla zyrtarisht është planuar me datën 29/04/2025. Me çka të panderët Florije Selimi, Edila Çupeva, Sabit Muzaçi dhe Vjoca Vishaj në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale keqpërdrimi i pozitit apo vendit zyrtar nga 414 paragrafi 1 lidhur me njën 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Faleminderit, prokuror. A ditë e dëgjove atë akuzën që dhe në vendit prokurori i shtetit, a ki kuptu, a ki nevojë për sqarim shtesë, e konsideron vetëm fajtore apo pa fajshme? Pa fajshme. Pa fajshme. Mirë, faleminderit shumë. Edila, e dëgjove atë akuzën që dhe në vendit prokurori i shtetit, a ki kuptu, Po e kuptoj. ki nevojë për sqarim shtesë, e konsideroni vetën fajtore apo pa fajshme për vetën E konsideroj vetëm të pafajshme. të pa fajshme. Mirë, mund. Faleminderit. Florije, e dëgjut atë akuzën që dhe lexoi prokurori i shtetit, Po, a keni kuptu, po. a keni nevojë për sqarim shtesë, e konsideroni vetën fajtore apo pa fajshme? Jo as pak. Pa fajshme. Pa fajshme. Mirë, mundin mund. Savet, e dëgjut atë akuzën që dhe lexoi prokurori, e keni kuptu, keni nevojë për sqarim shtesë, Jo, e konsideroni vetën fajtor apo pa fajshme? pa fajshme. Pa fajshme. Mirë, mundin mund.
vjollës e dëgjuar akuzën që në lexim prokurori. A keni kuptu? A keni nevojë për sqarim e shtesë? E konsideroni vetën fajtore apo të pa fajtore për vetën penale që në akuzoheni? Mirë. Pasi që të mundeni mu vjollës, pasi që të panderit deklarohet të pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohet, këtë gjë merr argumentim, me të cilën njoftohet të panderit si dhe avokatën mbrojtës se brenda afatit kohët prej 30 ditëve, konformimi 243 dhe 244 të kodit të procedurës penale, mund të bëjnë kundërshtimin e provave, si dhe të paraqesin kërkesë për hyrje të akuzës. Shqyrtimi gjyqësor eventual do të caktohet pasi që akundimi lidhur me kundërshtim të provave dhe kërkesë për hyrje të akuzës të bëhet i formës së prekur. Prokuror, avokat, a keni me shtu diçka tjetër? Jo. Nëse jo, shqyrtimi i sotëm këtësar përfundoj në orën 17 minuta. Kërkoj për jush që me prit me në shku procedurale, nëse njëtin do në me pranu fizikisht, duhet me prit pak, nëse jo, atër ja dërgoj për mes postës e elektronik. Rregull, ditën e mirë, kalën në A ka nevojë dikush për kopjet atë akuzës e keni pranuar?